Hello, unë jam Greta, një nga starsat e Albana Osmani Production. Sot është një ditë shumë e bukur në Tiranë dhe ne do ndalim qytetarët për t'i pyetur për higjienën orale. Ej, ç'kemi? Si e? E besoni do që ju them që sapo keni fituar një dhuratë? Çfarë dhuratë? Keni dëgjuar për Dental Med Austria, klinikën më të suksesshme në Tiranë për sa i përket fushës së stomatologjisë dhe kujdesit dentar? Po. Atëherë, vetëm me anë të një follow në Instagram, ju arrini që të fitoni një ekzaminim falas dhe nevojën e parë që do të keni, shërbimin e parë do e keni falas. Do ta bëjmë tani follow. Po, live. Okej. Jo? Po, eksakte. Fantastike. Keni frikë dentistit? Jo. Jo. Sa mendoni që shqiptarët i kushtojnë rëndësi dhe kujdes shëndetit oral, higjienës? Mendoni që është më mirë veneers apo dhëmbët natyral dhe të shëndetshëm? Natyral. Se do preferonit ju? Po. Faleminderit. Sa po ke fituar një dhuratë? Po mi besoj që po. Ke dëgjuar për Dental Med Austria? Jo, nuk kam dëgjuar. Është një ndër klinikat më të suksesshme në Tiranë. Dhe me anë të një gjesti të vogël ju arrini të fitoni një ekzaminim falas në shëndetin oral. Atëherë nëse mundeni që të hapni Instagramin edhe t'i bëni follow. Si e kisha? Dental Med Austria, gjeni fare në Instagram. Këtu? Po, bravo. Urime që nga ky moment ju keni fituar një ekzaminim falas të gojës edhe shërbimin më të parë që ju do keni nevojë. Dhe do të pyesja, sa kujdeseni për higjienën e gojës, higjienën orale? Leve më çdo ditë darkë me mëngjes. Ju lumt. E zbatoni rregullin që të paktën një herë në 6 muaj të ndiqeni tek një dentist? Po, nuk është se zbatojmë shumë, po shkam këtë dentisti kur kemi kohë. Sa mendoni ju që kujdesen të rinj për higjienën e gojës? Kujdesen goxha me sa kam parë unë. Në fjalë. Moshës time që kam parë shokët e mi, kujdesen goxha për higjienën e gojës. Faleminderit. Ndajtë. Paps. Hej, përshëndetje. Sa po keni fituar një dhuratë? Nga kush? Dhe çfarë dhuratë? Keni dëgjuar për Dental Med Austria? Po. Është ndër klinikat më të suksesshme në Tiranë, për sa i përket fushës së stomatologjisë. Dhe thjesht me anë të një follow në Instagram, ju përfitoni një ekzaminim të gojës falas dhe shërbimin e parë oral që do keni nevojë. Duhet i bësh follow tani? Po. Okej.